Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Armand Duka Gatimi. Zoti Armando Duka, zoti president. Nisë gjeta, faleminderit për ftesën. Si e madhe që të kem në shtëpinë time. Faleminderit. Si e? Me dhurata, me dhurata. Ja, kjo është çik si dhuratë e veçantë, është verë imja, domethënë e provuar nga kantina jote. E di dhe unë e kam provuar një natë në shtëpinë time, më ka pëlqyer shumë. Edhe ke bërë shumë mirë. Jo, ke bërë shumë mirë që ma ke sjellë, unë jam qefli e vera. Okay, do të shkruaj tash jashtë. Edhe shumë faleminderit, do ta shijoj patjetër. Do ta pim patjetër, patjetër. Njërën do ta hapim bashkë, njërën e ruaj unë pastaj. Do vi dikush tjetër. Shumë e gëzuar që të kam, sidomos në këtë e para ditë kaq të bukur, dhe jam shumë e gëzuar që vjen në një atmosferë festash. Në familjen tuaj festohet Krishtlindja? Shfrytëzojmë gjitha festat edhe Krishtlindje bëjmë më në gjë, por nuk është shumë. Të gjitha festat janë të bëjmë për të gatuar gjëra të mira, për të mbledhur me njerëzit e dashur. Në fakt nuk bëjmë pushime. Kështu që fest për me pije, për me hongër, por me bë pushime nuk kemi mundësi. Nuk kam dëgjuar realisht se ti fle shumë pak dhe nuk pushon kurrë, është e vërtet? Flej pak është e vërtet, po nuk pushoj. Pushoj pak. Tash i kujtohu kur kanë qenë hera fundi që ke bërë pushime? Në verë, po. Në verë bëj pushime dimri ose kështu, apo të shtuna dhe djela, po thuaj se nuk kam. Kurse në verë mundohen bëj sepse më pëlqej deti, kështu. Po. E shfrytëzoj pak. Eja, se sot kam bërë gjel me përshesh. Fantastike, pëlqej shumë. Si duhet të trasun ty sot, që t'jemi sa më rehat dhe ti ndihesh mirë? Në familjen më kanë thirrë Mondi. Dhe nëse do më thirrish Mondi, do më bësh një favor. Shumë mirë Mondi. Unë besoj që nuk po i gabim nëse them që dukesh që të pëlqen ushqimi. Thash është konstrukti që tregon, jo vetëm që më pëlqen ushqimi, po unë nuk di, se po e mendoj, nuk di a ka një ushqim që nuk e pëlqej. Çdo gjë. Jam klienti më i mirë për çdo lloj restoranti. Hapanaze. Sepse i haj gjitha dhe i shijoj gjitha. Unë e kam kuptuar këtë. Por fakte që po shoh që po përgatitet, duket se e shijoj më shumë se tjerët, sepse është më tradicionale dhe ne kemi bërë në shtëpi tradicionalisht. Përsheshen. Unë sa herë kam ardhur për të parë ndeshje që kam qenë te restoranti, e kam vlerësuar shumë ushqimin aty, realisht më ka pëlqyer shumë dhe duket që është dikush që kujdeset që të jetë cilësisht shumë i mirë ushqimi atje. E kemi prioritet neve ushqimin, nuk e kemi kështu. Duket. Jo, e kam fjalën edhe kur gatuhet për shumë njerëz që janë ndeshjet e mëdha. Edhe kujdesi faktikisht për t'i ofruar sa më shumë kualitet atyre që vinë në stadium, dhe në fundit që e paguajnë, atë vend duhet marrin të njëjtin shërbim. Ishte fantastik. Më pëlqen që të ka pëlqyer. Më ka pëlqyer shumë. Tani do më ndihmosh apo thjesht do shohësh? Edhe mund të bëj një gjë, nuk është se jam shumë i mirë, domethënë nuk është se nuk di, edhe di. Po nuk kam pas mundësi me gatu kodë të fundit. Me copa? Ja. Po vajtë, tash duhet mësosh se sa copa është do se... Të vogla. E kom shumë qef. E ke qef. Po kjo bëhet edhe kështu pa e coptu, po për përsheshin e do t'ja? Për përsheshin. Bravo. Super. Bashorte a gatuan? Pa shumë mirë. Ka dorë mirë Suela. Qa pjate do zgjidhje ti nga gjithë gjërat që ajo bën si më të preferuaren? Në fakt, ajo e bën gjithat mira, po mu pëlqenj këto gatime tradicionale, le të themi këto tavat, kimat, këto. Por nuk është se nuk gatojmë shumë mirë dhe peshk, se kuptohet që ne duke jetu gjithkohën Bregdetit e kemi një çik më shumë familjar me peshk. Ku jetoni ju, Mondi? Ne jetojmë në Durrës. Të më thënë, prej një 30 vitesh, po në fakt përpara unë kam lind dhe jam rrit në Shijak, ndërsa ime shoqja Suela
është lindë dhe shritë Durrës, më qytetarë sonë. Sa viti keni martuar? Në fakt, në Korrik kishim 30 vjetorin, edhe më pa të thonë që maro kontrata jonë këtu dhe shofim nëse do rinovojmë apo jo. Ashtu, a? Tashi nuk e kemi rinovu akoma, dhe më ka thonë ke rinovim automatik nëse do shkojmë botëror. Pse? Deri këtu ndikojnë arritjet e skuadrës. Një botëror jo shumë i rëndësishëm për ne, jo vetëm për federatën, por për familjen. Po, realisht, si mendon, sa shanse kemi? Tashi, për të qenë brenda kornizave të profesionit tim, ne kemi 25% probabilitet, sepse jemi 4 skuadra me të njëjtin, pothuajse me të njëjtin nivel, dhe të katra kemi nga 25%. Ti duke parë tani... A kam unë besim shumë, kam shumë besim, dhe kam pas gjithmonë, dhe thënë që dhe besimi im është real, nuk është një besim që nuk është thjesht dëshirë. Është real për nga nivelli dhe nga skuadra që kemi, për atë që ka ne kemi bërë, ne, kryesisht futbolistët, kanë bërë në fushë gjatë saj periudhë që i kanë të gjitha mundësit. Nëse e krahason me 2016, për shembull. Shiko, botërori është një gjë tjetër, është shumë i vështirë se sa Europiani për të kualifikuar, ndërsa nëse ti shkon në turne final, në botëror është pak më e lehtë se Europiani. Sepse skuadrat në Europian janë vërtet shumë të mira. Sepse kualiteti i futbollit është në Europë. Në botëror shkojnë vetëm 16, kështu që niveli i shkalla vështirësisë është akoma më e madh. Po. Tash këto më duket si kanë bëu të mira. I ke bërë shumë të mira. I ke bërë fantastika. Do t'i pres to? Ma bëj atë më çë. Kjo është më e mirë në fakt. Kjo është super. Unë nuk kam parë shumë futboll në jetën time derisa u lidha me Edin dhe pastaj nuk kam humbur më asnjë ndeshje se ai është shumë tifoz. Kur je tifoz. Ti shkon stadium me pa Edin apo jo me pa futbollin? Unë stadium me i bëj qefin e Edit se thotë hajde se pastaj u shoh edhe futbollin. Me këtë rast edhe pak futboll. Shoh edhe futbollin. Më pëlqen shumë atmosfera, sidomos vitet e fundit mendoj që bëhet një atmosferë shumë e bukur. Gjithmonë më tepër shikoj që ka njerëz qytetarë që vinë dhe shikojnë ndeshjen paqe në qetësi. Ndeshjet këtu është njerëz të kulturuar. Të kulturuar. Po. Që nuk shajnë si dikur. Nuk jemi fiks në nivelin e dur, po kemi përmirësuar shumë. Unë besoj që kemi përmirësuar. Shumë. Shumë. Sidomos në ndeshjet e ekipit kombëtar. Në fakt duhet vërtet amion i bukur që ke dëshirë ta t'jesh në shkallë të stadiumit. Pastaj kur fiton, bëhet edhe akoma më bukur. Jemi akoma në betejë, jemi akoma në luftë për shkuar botëror. Botërori është një gjë që se kemi prek, gjithë shqiptarët duan ta prekin, aq më shumë që ai është në Amerikë dhe ne duam që të shkojmë në Amerikë. Dhe jo si tifoz, por me ekip. Si ja del ti të negociosh, të kesh sukses, të bindesh këdo? Nuk e di nëse kam bind këdo, se mund të ketë në një që nuk e kam bind. Kush nuk të shbindur dot? Kush? Ma thua një emër. Po një nga ato që nuk e kam bind shumë mirë është bashkëshortja ime. Nuk është shumë e lumtur, se si shtash akoma nuk e kam vendosur rinovimin e kontratës për vitet e ardhshme. Punon më shumë se ajo do do? Realisht, unë nuk kam pas mundësi që t'jem një prins shumë i mirë për fëmijët e mi. Jo? E di që duhet bëja shumë më shumë. Për arsye jo vetëm të futbollit, për arsye dhe të biznesit, për arsye të impenjimeve të mia, kam shpenzu shumë pak kohë dhe në një lloj mënyre ajo ka shpenzu më shumë, ajo i ka edukuar fëmijët më shumë se sa unë. Po mendoj që edhe unë kam edukuar sepse sipas filozofisë time fëmijët nuk edukohen vetëm me fjalë, por edukohen edhe me shembull. Kështu që besoj se kanë parë një shembull pozitiv dhe janë edukuar mirë. Kështu që ajo nuk ka qenë shumë e lumtur. Ti s'ke qenë shumë prezent fizikisht? Mbase jo sa një mësues që shko 4 orë në shkollë dhe kthehet në shtëpi, kështu që padyshim që janë përpjekur, por nuk besoj se i kam. Po, nuk besoj që i ke humbur ditëlindjet e tyre. No, në asnjë mënyrë. Ditët e para të shkollës, momentet të janë përpjek që të bëj çdo gjë mirë, padyshim që kam qenë pjesë e gjithë le themi momenteve të rëndësishme të edukimit tyre apo të festave tyre, por tash nuk ka qenë aq më ftohtë, kështu që ajo nuk ma ka dhënë diplomë. Por në fakt,
Baba im ka pasur që gruaja s'jep diplom kur, unë nuk e dija është e vërteta. Nuk t'jep kur, që do të thënë që Nuk e dija ja ke dhënë ti diplomën. Po na nxirrni neve që jemi gjithmonë të paknaqura. Kështu thon. Dgjoj. S'keni faj ju. Prap ne i kemi faj. Në rastin tim se ka pak të drejtë. Ka pak të drejtë. Fjala popullore, po thonë që është në përgjithësi. Ku jeni njohur me bashorten? Po marru dhe vete, shësë. 30 vjetë? 30 ca vjetë, vitet 90, po në Durrës dhe nuk është se kemi qenë në një klasë, nuk kemi qenë në një lagje, po jemi prezentu nga njerëz të tjerë. Nuk është se ka qenë kështu dashurime... Se kisha shëgje klasë, Se kisha shëgje klasë. është ma ere se unë. Edhe, po mirë, ti e kujton, për jetimin e kujton, besoj. Kur e ke parë për herë të parë, kur ta kam prezentuar për herë të parë. Mësë më të më fut me këtë lloj biset. Armand më duka romantik. Më të fut me këto, pa dushim si gjithë njerëzit të tjerë. Keni bërë dasëm? Kemi bërë gjatë dasëm. Në një kohë që nuk ishe shumë, le themi nuk ishe shumë vitet mira për Shqipërinë, vitin 95. Kemi bërë gjatë dasëm. Dhe shpesh edhe i shohim ato. Shqyqyrzori kemi shpëtu ato videot, bile i kemi këthy në për këto uset bëra dhe këto edhe i shohim. Po më të mirë, që raporti ke? Qërë babaj ki qënë? I rrët si e sot? Shiko, ky është një percepcion përgjithësi për mua, sikur jam i rrët. është një gjë që unë nuk është se më pëlqen. Dhe këtë e thonë edhe në punë, këtë e thonë edhe në shoqëri, por... Hien e ke të rëndë. Hien, bravo. Edhe unë nuk e gjeja do të fjallën. Hien të rëndë e thonë në përgjithësi, por unë bërtas pak. Gjate një lloj autoritetin base kam edhe familju, po me fëmijët kam marrëdhënie shumë. Edhe nisore, edhe shoqore. Nga mendoj që kam marrëdhënie, le të themi, më konfidenciale me fëmijët se sa Suela që kanë më shumë se ato. Kush me këtë jemi lidhur? Kush është goca ose çuni babit, nëse do të... Tani gocën e dua pak më shumë, tani sepse më ka dhënë dhe 3 nipa. Ka bërë gjysh. Kurse ky akoma jam. Ç'bën ky? Ky duhet djali punon në këtë fushën e marketingut, por akoma nuk ka një plan. Mami vetë vdesje këta ketë një fëmijë, madje më se në këto kohët moderne si kisha imagjinu që do t'i arrim në një. Sa i Suela thot, po bëj e fëmijë edhe po su martove, s'ka gale. Dhe më thonë, dhe kuj këtë s'kisha menu që mund të arrim, pa dhe kjo ka notë. Ne do hapim një riserva të 2021-shit, a? Po, mu më pëlqen kjo. Më pëlqen, që që urej që të pëlqej dhe ty. Të më pëlqej, vetëm se duhet gjej një fik. Të hapun? Po, të lutam. Gjyshër, nga këta që lastojnë fëmijët, ka plot. Jeti njëri nga ta? Shumë, nuk ka, në është kjo është një gjithë. Si, që e di që e thashit dite se ishim kënesha me Anglin, ishim madje drejt zyrtare dhe presidentja e Federatës Anglisë është president, dhe është grua. Edhe unë rrisha të tërgu fotografitë e nipave. Ajo ka qunin 12 vjeç. Edhe i thash, ju, a disim shifni mu, më thoni, më shifni si budala, qa bome, po kur ta provoni, që të keni nipa, atëherë do më kujtoni që nuk jam budala. Sepse kjo i ndodhë gjithë, shumë ndodhë dhe mua. Si ka mundësi që prindrit me fëmijët janë më... Nuk po them që nuk i dua, nuk i kanë dashur. Jo, është unë si mas me. Si ma shpjegon të lidhjen? Është një moshë tjetër, je më pak i përgjegjshëm kur bëhesh me fëmijë, sepse je shumë i ri, dhe je më shumë i përgjegjshëm kur bëhesh me nipër, apo mbesa. Po. Kështu që ishe jarë më shumë. Edhe nuk e di mjalti thonë, po. Po, pra po. Nuk e di... Qa mosha shkan, janë të vegjel, e? I ka bo, me kështu si e ka nisë duhet se të bëjë skuadrë futbol. Me breshëri. 4 vjeç, 2 vjeç dhe 4 mush. Disa të burë gjërë, janë shumë burë. I ka 3 quna, a? Ta më skuadrë futboli. Po kështu si e ka nisë po. Ti e mbanë mëndë herën e farë kur je bërë babat? Po fise maj me. Një idiotësi komplet. Sepse kishim vendosë si ne nuk... se mos ta shifrin seksi me ishte goca apo djallë. Diku nga mu i 8 ishte Alzanis, shkum për të bërë një kontrol dhe aji doktori na e tregoj që ishte gocë. Dhe qaj Suela pëse ishte gocë, një idiotësi komplet. Ashtë sa herë mendoj një idiotësi nuk e di, sepse donin qërë. Po pse është kjo?
Se ekziston shumë... Se ishte, se nuk është në fakt. Fakte në kokën time, jo. Mirë, tek po ti në atë jo, kohë po ishte. vazhdon është akoma tek familjet ndryshme, tek burra kryesisht. Se di, dhe si, ja, si burra një më atëherë. Nëse pse duhet çuni? I pari, sidomos. Si ndryshim s'ka. Nuk e di, çuni mund t'jetë shumë i mirë dhe goca mund t'jetë shumë i mirë. Ashtu si këse mund të qëlloj që... Po. Po nuk qëllon, se duhet punosh. Duhet punosh. Se nuk është me të qëllume. Fëmijët... Pak gjëra janë me të qëllume. Fëmijët nuk janë me të qëllume. Është si puna e futbollit. Për të luajtur futboll thonë që duhet talent, por në fakt duhet 2% talent dhe 98% punë. Edhe disiplinë. Edhe disiplinë. Kështu që edhe fëmijët është një njëjtë gjë. Gëzuar. Mirë se erdhe. Edhe festat gëzuara. Jam shumë e lumtur. Sa e mirë. E mirë. Shumë. Shumë e mirë. Vllai është më i apasionuar më thënë. Ne kemi një lloj tradite në agronomisë, edhe baba im ka qenë agronom, edhe gjyshi im ka qenë agronom. Çfarë raporti ke patur ti me babai? Shumë mirë. Shumë mirë. Unë besoj se nuk kam qenë, padyshim që duhet ta ke mërzit në herë edhe në momentet ndryshme, po më përgjithësi besoj se ka në këtë lloj këndvështrimi ka i nga kjo boti lumtur për atë që ka për të 3 fëmijët e vet. Është e 3 jetë. Kështu je shumë mirë. Ka qenë i rrep? Edhe më mungon. Ka qenë. Ka qenë i rrep. Mami ka qenë më pak, ata kanë qenë të 2 mësues, po më mungon shumë, më mungon një lloj, pavarësisht se kush ka qenë më i rrep apo më pak. Çfarë të ka lënë ai? Domethënë diçka që ti e ndjen se e ke marrë nga babi. Mbase disiplinën, sepse vërtet ka qenë një njerëz shumë i disiplinuar, por edhe shumë e rëndësishme mënyra se si ndërton raportin me njerëz, sepse asgjë s'mund ta bësh vetëm. Duhet ndërtosh një raport korrekt me bashkëpunëtorët e ngushtë apo edhe me le të themi me partnerët jashtë institucionet apo asaj që drejton. Kështu që mendoj që ky është sekreti, puna, përkushtimi dhe korreksia me njerëzit. Pra dhe mënyra si ndërton edhe si ruan marrëdhëniet, ti je njëri që i ruan marrëdhëniet? Unë përpiqem që t'jem korrekt, nuk jam një njeri vërtet i le të themi manjak i mirëmbajtjes së marrëdhënieve, se ato janë një tjetër tip njeriu le të themi, por jam korrekt pavarësisht se mund të krijojmë distanca mes le të themi kontakteve apo marrëdhënieve të punës. Dhe nuk është se nuk ka funksionuar keq, kuptimi nuk është se njerëzit kanë pas një vlerësim negativ nga kjo, por përkundërës. Pra, unë nëse dua që karrierën time ta ruaj dhe ta zgjas sa më tepër, çfarë më këshillon? Unë do të përsëris një të gjë që të thash, edhe të njëjtën gjë që unë mendoj gjithmonë, që ajo përkushtimi, puna dhe disiplina, siç thash për kompromise duhen bërë? Për ndeshjen përgjithësi jeta është kompromis. E gjitha. Edhe në familje do bësh kompromis. Edhe me bashkëshorte. Po patjetër. Edhe me fëmijët, madje ndonjëherë do bësh kompromis. Varet se kompromisi nëse cënon gjën kryesore apo jo. Ky lloj kompromisi nuk bëhet. Çfarë nuk do të kishe toleruar ti? Po, në familje dihet se çfarë nuk tolerohet në kompromis. Apo jo. Po. Kështu që ndërsa në një institucion tjetër ato gjëra që cënojnë institucion, nëse ti bën një kompromis për interesat e tua personale, duke cënuar objektivin kryesor, atëherë ky është kompromisi, nuk duhet ta lejosh dhe nuk duhet ta mendosh për ta bërë. Kështu që ndoshta kompromiset e tjera për të mirën e punës, për të arritur objektivat, duhet bëhen. Dhe mendoj që janë kompromise pozitive dhe të pashmangshme. Kush thot ndryshe, mendoj që gënjen. Unë sa herë ju shikoj juve dhe kryesisht në periudhat ndryshme kur jeni sulmuar, dhe ka patur shumë periudha që jeni sulmuar, më bën shumë përshtypje që jeni shumë i qetë. Nuk jam nga ta, se sot në kohët moderne njerëzit kur marrin një lajm ose kur gjëja e parë që bën kapin telefonin për të marrë diçka, nuk jam nga ta që e kap telefonin si reagim i parë, por mundohem një herë ta përpunoj, ta mendoj dhe pastaj t'jap reagimin tim. Kështu që nuk kam qenë një njeri që në përgjithësi edhe në timet kem sulmuar dikë, por kam ditë mbrojë mirë. Në kuptimin që ti je i qetë, kur e gjykon veten tënde që je në të drejtën tënde, kur nuk i ke, kur themin në gjuhë popullore, nuk i ke rënë qafë kujt dhe nuk ke cënuar dikë. Kështu që kur je paqe me veten e gjen dhe qetësinë, kur
blu mola nga mrena, që ke bo në gjohë, është e vështirë që ta rush qetësin. Ka pas njerëz që ke zhgënjur ose të kanë zhgënjur? Që më kanë zhgënjur, pa dyshim, nëse kam zhgënjur, këta nuk e di. Mbase duhet kem zhgënjur edhe unë, sepse zhgënjimi vjen si rezultati i pritshmërisë që ti ke për dikë, dhe dikush mund të ketë pas pritshmëri shumë nga unë nuk i ka marrë ato pritshmëri dhe është zhgënjur. A ka apo s'ka drejt që pastaj kjo është një tjetër analize. Në këtë këndvështrim edhe unë jam zhgënjur, padyshim me njerëz të ndryshëm, nga të cilët mund të kem prit më shumë, qoftë edhe misi, më shumë mirënjohje, dhe nuk e ka marrë. Tani, të fusimi nga ky përsheshi këto, edhe puna jote do jetë vetëm me e përzi fort. Një gjë që unë ja jap Edit ta bëjt e shtëpia, sepse do forcën e një burri. Ky sheshi. Po hedhim kaq i herë dhe pastaj është. Okej, do t'jap të lugën e dhrurit. Ashtu dhe unë do të hedh të avash. Ti e ndihmon e çiksuelen apo? Po thash që nuk para gatoj, se nuk kam shumë kohë. Është justifikim po të ko, a? Ashtu po më duket. Është si kjo e atyre palestrës. Pra, s'kam ko. S'kam shku të shkojnë palestër. E rritë të rënë kafe. Përzi, ha? Po kër i shëfë ca në trafik, që i bimë buri, se hecin me shpejtësi, e hynë me semafor të kuq. Edhe kur arrinë, mëse i ullën në kafe, me në një presat. Punë të mdhaja. Po. Ate, hedhim edhe i qikë, se kemi edhe i qikë. Aromën e këpas ka fantastike. A, pëlqen? Në që ta shohim sa dhe edhe mirë me hongër. Ka bërtit Suela të etis mge përzina e përzina. E ke zbush komplet për sotin. Ora, boj mirë. Aromën e pas nga fantastike. Dhe ham Sam qa. Dhe ham gjithë në duket. Dhe ham gjithë. Po pa tjetër. Kanë zirë dhe gjirin. Një sekund. Mi mojën nëse që ka e rëndë. Tashi, ne po ulemi po ham, se nuk durojmë dot, e pastaj po vazhdojmë pjesën e dytë të intervistës. Mondi, të gjitha intervistat që unë përpiqem të zhvilloj këtu me personazhet që vinë, edhe gjitha bisedat, shpresoj gjithmonë që t'jenë sa më të natyrshme dhe t'jenë jashtë kornicave. Megjithatë, përpara se sa ti të vihet, kam parë gjitha intervistat e tua, kudo që i ke dhënë gjatë gjithë viteve, dhe mendoj që të gjitha kanë jetë përbashkët. Që? I je shumë i kontrolluar. Nuk e di nëse është e vërtet. Në fakt, bëhet qefi që i pas ke vlerësu pa tjetër. Edhe unë e kam vlerësu shumë. Edhe unë i kam pa gjitha emisionet e tua për qenë sa më mirë dhe për dalë sa më mirë. Ta thash edhe para emisionit. Ky lloj formati tenton që një lloj mënyrë ti zhveshi personazhet për të qenë ashtu siç janë realisht. Por në praninë ka shumë kamerave dhe regjie. Nuk është gjithmonë. Nuk është shumë kollaj që ti të zhvishesh 100%. Edhe në praninë në base është një pjesë, tash po filloj të bëj edhe eksperti në emisionit. Një pjesë e televizionit mbase mund të jetë edhe me kamerat fshehta dhe i zhvesh më mirë personazhet. E di si është puna, mendoj që këtu ne jemi pak të ashpër me personazhet. Kur them ne, them publiku, flas si publik. Dhe ndoshta personazhet kanë frikë të shprehen lirshëm nga gjykimi. Ti a ke frikë nga gjykimi i njerëzve dhe nga mënyra se si mund të interpretohen, qoftë nga mediat, por qoftë edhe nga njerëzit, fjalë të thëna pa dashakësi, por thjesht siç e ndjen. Padyshim një njeriu është i kujdesshëm kur flet publik. Kështu që padyshim që pret që të marrë një feedback pozitiv dhe kjo e bën njeriu që të jetë më i kontrolluar mbase nuk është 100% vetvetja ashtu siç duhet të jetë në një të paktën një format emisioni si ky. Po, unë fakt përpiqem që t'jem vetvetja, nuk e di se sa arri. Po, ti thua gjërat ashtu siç i mendon, nuk kanë fjalë vetëm në televizion, po përgjithsisht në tavolina, me njerëz. Nëse ti ke një mendim të caktuar për diçka, e thua apo kujdesesh që ti jesh? Edhe kujdes. Edhe kujdes, më gjithmonë e them bam, kokë atë që mendoj sepse kur ajo gjëja prish ekuilibrat apo balancat, kështu bëj një lloj diplomacie edhe në jetën
normale të përditshme që mos t'i thyej, le të themi marrëdhëniet. I kujdesem, por jo se ishte mbrojt vërtet. Nuk është të mbrojt. Ja. Në gjithë to 23 vite si presidenti federatës, cila ka qenë sfida më e madhe personale, jo profesionale? Unë sfidë personale në futboll është vështirë të them, po sepse sfida ime ka qenë e bashkuar me sfidën e institucionit. Në kohën që unë kam filluar si presidenti Federatës Futbollit, vërtet ka qenë një periudhë jo e mirë në përgjithësi për Shqipërinë dhe akoma më e keqe për futbollin dhe për federatën. Ka qenë një institucion, le të themi, minimalist me të ardhura pothuajse zero, me aktivitete të cunguara, me përfaqësi pothuajse inekzistente dhe me rezultate fatkeqësisht të ekipeve kombëtare gjithmonë në fundit. Si u gjende ti në krye të federatës 23 vite më përpara? Një njeri që, le të themi, ishte në fushën e biznesit? Unë kam qenë në biznes, padyshim që jam marrë edhe me sport, por kam financuar futboll. Kam financuar futboll në qytetin tim të lindjes, në Shija, kam financuar futboll në Durrës, ku unë jetoj tani, dhe kam qenë pjesë e gjitha ambienteve sportive. Aq më shumë që gjithë familja ime është një familje sportive. Baba im ka qenë futbollist, trajner futbolli, vllai im voleybollist, pavarësisht se shumë e njohin si politikan, pa ai është më shumë sportist se sa politikan, dhe ka qenë një sportist shumë i mirë. Kështu që natyrshëm kanë qenë në ambientet e futbollit, por nuk kam pas realisht asnjëherë ambicie që tisha drejtuesi i një institucioni sportiv, aq më shumë i Federatës Futbollit. Duke qenë në këto ambiente më është propozuar nga një miku im i cili nuk jeton më, që ka qenë presidenti i vllaznisë, që dhe ai më thoshte grup. Në fakt më ndonte dhe më respektonte shumë. Respektonte edhe mënyrën se jemi njohur nëpërmjet biznesit, se si unë bëja biznes. Do thotë grup duhet bësh presidenti i federatës. Grup që punon unë me federatën leje se kam punët e mia. Ama se s'kemë shumë ka grup aty i bën mirë federatës e bla bla bla, edhe përfundimisht mbindi dhe një ditë e pash vetën jo, nuk e kisha nda mendje që do isha kandidat për president. Në fakt, ai është një Fredi, një Fredi që është fotograf, ne i themi Oçalan, një me misteke. Ai e thirrri edhe Fredin pa dielin tim, bëni fotografi dhe pash vetën nesër në gazetë kandidat për president Federatën e Futbollit. Filluan me mor njerëzit telefon dhe një nga miqtë e mi mori telefon, më tha o Miço, thash, ç'a Miço, Miço ishte presidenti aktual. Dhe kështu, do me thonë, kandidova, u zgjodha presidenti i federatës, u ndodha në këtë situatë që të thash që faktikisht kur e preka dhe e pash më duk shumë e vështirë për t'ja dalë, dhe pastaj më ka rrëmbyer kjo punë dita ditës, dhe nuk duket se 23 vite, duket se 23 ditë. Duket sikur ka kaluar shumë pak kohë që nga po jam përfshirë vërtet, nuk bëj asnjë gjë unë që nuk më pëlqen. Unë bëj vetëm gjërat që më pëlqejnë dhe kjo punë, domethënë, më ka pëlqyer edhe kur shoh le të themi zhvillime pozitive apo qoftë edhe rezultate pozitive apo më shumë fëmijë që luajnë futboll apo më shumë fëmijë që mund të aq pak sa mund ndikojnë ne. Por sot futbolli ndikon shumë në shoqëri apo në kënaqësinë e njerëzve. Unë nga skuadra shqiptare njoh vetëm vllaznin. Me thënë drejtën, mirë, i kemi gjithë bluzat edhe për kalamajt, edhe Edi është shumë i apasionuar. Ti kë pëlqen? Ka një skuadër? Në fakt, unë e din gjithë Shqipëria që unë kam qenë një fans i vllaznisë. Në fakt, kam qenë fans i vllaznisë para se të njihesha me Myftar Çelën, para se sa Myftar Çela të propozonte për të qenë president i federatës, kam filluar ndjek vllaznin mbasi ndikuar edhe nga vllai im në një finale që është shumë e hershme kur ju s'kishit lind akoma. Në një finale të kupës kur vllaznia fitoi me penallti kundër Besës dhe që nga kohë kam simpatizuar vllaznin. Sot nuk jam në tifoz i thekur as një klubi shqiptar, jo vetëm për arsye sepse duhet jemi pa anshëm, por nuk është emocionet tani i kam ka ekipi kombëtar. Ndopsi kombëtaren edhe në kuptimin që ti je mik me futbollistët, komunikon me ta, takohesh me ta, dilni ju për dreka, për darka. Ne nuk kemi, ne kam raporte shumë mira, kam pas gjithkohën. Jam kujdesur që t'i kem të mira, i kam respektuar maksimalisht, por nuk i kemi kaluar asnjë, domethënë nuk i kemi të kaluar kufit për të shku në atë lloj marrëdhënie, në atë lloj raporti që të cënohet le themi marrëdhënia institucionale e futbollistit
me president. Nuk kemi shumë kohë që të shkojmë për dreka dhe për darka gjatë kohës si ka grumullime, po padyshim që unë shkoj vizitoj dhe atje ku janë edhe dalim edhe rrim, por gjatë ditëve që ekipi kombëtar është i grumbulluar, unë jam gjithmonë i pranishëm aty. Padyshim që në momentet e pushimit, në momentet e kohës lirë, edhe bëjmë bisedat lira, lind një lloj raporti miqësor, por gjithmonë në një lloj mënyre, jo në distancë, por duke ruajtur balancat. Unë pash një video, ishte një video e shkurtër në fakt para ca ditësh, ishte një moment kur përfundonte një ndeshje, më duket se ishte ndeshja me Andorrën, nuk jam e sigurt, dhe kaluan gjithë futbollistët, i takove të gjithë përveç Brojës, dhe ishte shkruajtur që i vetmi që nuk takon Armando Broja është Armando Duka. Jo, shiko, e kam parë dhe unë këtë, në fakt. Nuk e kam kuptuar në momentin që ka ndodhur, sepse në momentin që ti po feston, ne ishim shumë gëzuar, sepse pas asaj ndeshje siguruam objektivin ton për që në play-offin e botërorit, nuk, domethënë, është festimi pa programuar, domethënë, i pa planifikuar, dhe nuk kam parë, por i kam parë në rrjetet sociale. Broja ishte i mërzitur me veten e vet, nuk ishte i kënaqur me atë që dha në fushën e lojës. Megjithëse unë nuk është se kam njëjtin mendim që ka ai, nuk është se nuk dha maksimumin e tij, po ai e ndihmoi skuadrën. Po ta shohësh në mënyrë profesionale gjën, e ndihmoi goxha skuadrën në minutat që ishte fushë. Kështu që duke qenë i mërzitur me veten e vet, nuk është se kishte me mua. Unë tash kam raporte shumë të mira me të gjithë. Me Armando kam komunikuar, jo vetëm pas asaj ndeshje, padyshim, edhe mas ndeshjes Anglisi ishte i dëmtuar dhe vazhdoi të komunikoj çdo ditë që ai të jetë sa më mirë dhe të jetë në formë për veten e tij dhe pse jo edhe për të na ndihmuar neve, dhe unë kam shumë besim që ai mund të na ndihmojë neve. Si i përjeton ti sulmet ndaj futbollistëve nga tifozërit kur gabojnë, kur humbasin një gjuajtje? Kështu është kjo loja jonë, kjo është një gjë e pashmangshme. Kjo loja jonë është brenda 90 minutave mund të jesh hero dhe armik. Armik në të njëjtën kohë. Do të thonë, ne kemi një nga lojtarët më të mirë që ka kontribuar më shumë në ekipin kombëtar, më shumë në ndeshje, paraqitje në ekipin kombëtar, Elsi Hyzaj, i cili, do të thotë, sipas tifozëve gaboj, që për mua bëri veprim normal. Nuk gaboj, se pas tifozëve kishte mendjen te flokët, te deli flokëve. Tani gati e përsekutuam, jam munduar bile mas nesh kam shkuj, kam thonë Elsi që fiki rrjetet sociale për qëndrohu ke neshja tjetër. Si ndikojnë të ti kritikat pastaj, se nuk je as ti përjashtuar nga Unë jam i kujdesshëm dhe i mendoj kritikat për t'i korrigju, sepse gjithë ne kemi gabime dhe mundohem që t'i kemë parasysh për aq në momentin që unë gjykoj që qëndroj. Kurse shoh edhe ato që janë sharje, fyrje, baltosje, po nuk është se më ndikojnë shumë. Padyshim që nuk më vjen mirë se kush ka qef një pa ato, po nuk është se më ndikojnë. Po familjarët e tu bezdisen, mërziten nga që je kaq? Asnjë nga familjarët e mi nuk më komenton ndonjëherë nga këto shaj dhe nuk më thon, jam shumë i sigurt që ato i shohin, pa asnjë nuk më thot asnjë gjë. Kuptohet sepse nuk është se i vjen mirë kërkujt. Po patjetër. Po kjo është një gjë e pashmangshme, kjo është le të themi e keqja e domosdoshme e zhvillimit teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Po. E pashmangshme, jo domosdoshme. Ti je një nga njerëzit më të rëndësishëm shqiptar në botë, në fushën tënde, aktualisht në UEFA në një pozicion shumë të rëndësishëm. Si ndjesh? Ndjesh si njeri i rëndësishëm në UEFA-s apo si një përfaqësues i një vendi të vogël? Tani, paragjykimi ekziston. Do të thonë, ekziston si term, ekziston si fenomen, po mirë është që ti vetë mos ta përjetosh atë. Sa më shumë, unë e shoh, do të thonë, paragjykimi si produkt i nivelit, mos themi ignorantit, po i nivelit kufizuar intelektual. Sepse një njeri i kultivuar nuk e paragjykon tjetrin për nga vendi ku ka lindur, apo nga ngjyra e lëkurës që ka, sepse nuk është merite imja dhe askujt që unë kam lind Shijake, ti ke lind Paris. Domethënë nuk është merit. Apo unë kam lind i bardhë, apo e ti i zi, e tjerë. Këto shumë ndodhin. Merite imja është nëse unë
nëse unë përdor, le të themi, aftësitë e mia për mirë, luftoj me veten time për të zhvilluar, për të bërë më mirë dhe për të përmirësuar. Në botën e, le të themi, e qytetëruar në perëndim, minimizohen këto. Atje ku ka një nivel të kufizuar intelektual edhe në Europë mund të ketë para gjykim. Kur janë zgjedhjet e tjera? Në Shqipëri apo në UEFA? Në Shqipëri. Në Shqipëri në 2026. Okej. Ndërsa në UEFA në 2027. Okej. 2026, domethënë do ketë kandidatë të tjerë veç jush që do kandidojnë? Nuk e di akoma, nuk kam parë që të ketë një tjetër, por nëse do ketë do t'i shohim. Deri kur mendon që do të jesh presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit? Por aq kohë që sa njerëzit që unë bashkëpunoj dhe le të themi drejtoj klubet dhe akademitë e futbollit do mendojnë që vërtet mund t'i ndihmoj dhe mund ta bashkë ta çojmë përpara. Pra aq kohë sa të kem energji dhe le të themi sfida apo objektiva për të realizuar. Tani nuk është pa kufi kjo, padyshim që mosha bët vetëm dhe do të kufizoj. Si reagon dhe atyre që thonë Selshon Kollaj, si hap rrugë të tjerëve? Po, nuk është se, unë thash që në fillim, nuk është se e kam pas objektiv për të ardhur, nuk është se kam pas një objektiv për të lëshuar ose mos të lëshuar. Tani, në politikë rëndom thuhet që u konsultova me këtë dhe me atë dhe vendosa të vazhdoj, për realisht, unë pa çdo zgjedhje marr një lloj feedbacku dhe një lloj opinioni të atyre që janë vërtet interesuar për futbollin, ata që e bëjnë, ata që e luajnë, ata që e drejtojnë, klubet, akademitë, trajnerët. Dhe nëse shoh vërtet le të themi dëshirë apo kërkesë për ta vazhduar këtë bashkëpunim e vazhdoj. Kur ishte Shako Hoxha, ti e di që ai do kandidonte? Ja. Ka qenë surprizë. Nuk e kam ditë, e kam parë në media, jo vetëm atë, por edhe tjerë. Nuk mendoj keq për një njerëz që kandidon, domethënë për një post. Mendoj që mund ta bëj mirë, mendoj që mund ta zhvilloj, ka një, le të themi, një projekt, program, një platformë dhe e shtron para njerëzve, ndërsa ata që kërkojnë ty në mënyrë artificiale nga dritarja apo ndryshe nuk i gjykoj pozitivisht. Ja. A i shoh Shakon sot? Ja, nuk jam. Kam qenë më parë, kjo nuk ka ndodhur për arsye të kandidimit, por për arsye ka lidhje me kandidimin. Okej. Nëse do bënte dikush një regjisor një film për ty dhe jetën tënde, çfarë zhanri do ishte? Dhe si do i kishte titullin? Zhanri, një serial. Një serial i cili t'ishte kështu një crescendo në rritje, me emocione në rritje, me aksion në rritje dhe t'ishte deri në serinë e fundit me emocion. Me emocion. Okej. Unë kam nxjerrë sot disa momente nga të cilat do doja një fjalë. Më saktë një çfarë të bën të ndjesh, çfarë të bën të përjetosh kur e shikon këtë moment. Beogradi. Në fakt ka qenë një nga ditët më të vështira të mia në futboll. Momentin që ka hyrë ai Flamur Stadium nuk e kam kuptuar se nga larg nuk dallohesh se çfarë ishte, por për ato që rrodhën mrapa, por unë kam ndjerë dhe frikë, domethënë frikë. E kam ndjerë dhe frikë jo për vete, po frikë për përgjegjësinë që kisha dhe ndjeja për gjithë çunat që kisha aty. E shoh si një zhvillim shumë pozitiv, sinqerisht si një zhvillim shumë pozitiv. Kampionati Evropian për 21 vjeçar është aktiviteti i dytë më i rëndësishëm që zhvillon UEFA pas kampionatit të ekipeve të para, dhe Shqipëria ka një shans të artë për ta organizuar këtë, dhe është një shans historik që ne do ta shfrytëzojmë shumë mirë, do ta organizojmë shumë mirë, do t'i bëjmë gjithë që ndjehen shumë mirë dhe të shohin futboll. Kur është? Në 2027. 2027. Okej. Rejmane. Ai gol është me shumë peshë, me shumë peshë, me peshë më shumë se sa 3 pikë. Dhe ja kam thënë këtë edhe Rejt pas ndeshjes. Dhe mënyra e festimit që ka bërë është fantastike. Se vinte edhe nga ajo mundësia që humbi. Këtë duhet ta mbaj në kornizë
gjatë gjithë jetës ti. Nuk besoj se do bëjë një gjë më të bukur se kjo. Inshallah do bëjë më të bukur se kjo. Shumë e bukur, vërtet. Nuk e da... ekipi Kosovës. Kosova ka skuadër të mirë. Një pjesë e atyre futbollistëve kanë luajtur edhe për kombëtarët shqiptare. Ramani, Rashica, Moriqi. Nuk mund të them, po unë besoj që ne jemi më të mirë, ne. Ne jemi të mirë. Po ka realisht edhe këtu shumë unitet. Ka futbollist mirë, është në play-off në një histori kaq shkurtër me kaq pak eksperiencë, shkosh në play-offin e botërorit, është vërtet një sukses i madh dhe një moment që duhet ta jetojnë dhe të vazhdojnë ta synojnë botërorin. Është diskutuar, pyeta madje edhe Ben Blushin në lidhje me këtë, a duhet kemi ne një kombëtare apo dy kombëtare? Tash duhet bëjmë politika populiste apo realiste. Ne duhet kemi fakt një kombëtar. Ne duhet kemi një vend. Po kjo nuk varet as nga unë as nga ti. Nuk e di nëse edhe kjo që them unë është për populizëm, por unë kështu e mendoj që duhet kemi, por nuk kemi gjë në dorë për të qenë vërtet një vend. Dhe për sa kohë jemi dy shtete me një këmbë, do kemi dy ekipe kombëtare, do kemi dy kampionate. Edhe më shumë knajsi ndoshta, dy fish knajsi ndoshta nëse arrijnë rezultate? Jo. Nëse jemi bashkë, kemi një vend më i madh, kemi potencial më shumë, jemi një treg më i madh, kemi më shumë. Në të gjitha këndvështrimet mendoj që është më mirë, jo vetëm futboll. Tifozat kuqezi i kemi prish pak marrëdhëniet në kohët e fundit për arsyet e pranisë tyre në stadium, por kjo nuk është një gjë që ka të bëjnë, le të themi, në marrëdhënien personale. Ka ca rregulla që ne duhet i respektojmë, ne e vlerësojmë padyshim mbështetjen dhe kontributin e çdo tifozi që vjen në stadium, por dëshirojmë një nivel më të mirë, le të themi, ambient më të kulturuar në stadium. Gjani Debjazi, trajner shumë i mirë, mik shumë i mirë, i dashur në përgjithësi për ambientin shqiptar dhe sot e respektojnë shumë, por edhe ai na respekton shumë, është i pranishëm në gjitha ndeshjet tona të ekipit kombëtar dhe unë kam marrëdhënie shumë të mira me të. Nuk besoj se është më distant. Nuk e di, Gjani kanë gjitë shumë në Shqipëri, realisht kanë gjitë shumë. Silvio në mbështesin shqiptarë dhe e duan, do të thonë janë dy trajnerët të cilët kanë çuar Shqipërinë në kampionate europiane dhe padyshim që ne jemi mirënjohës shumë. Kam edhe një trajner tjetër tash, dua mendimin tënd sinqert. Kryeministri. Ky është trajner, ky është i parë i vendit. Unë kam marrëdhëniet e mia i kam shumë të mira, do të thënë institucionale me kryeministrin, me qeverinë. Si trajner si të duket me skuadrën e tij? Jam përpjekur gjithmonë të kem njëjtën marrëdhënie. Pavarësisht se qeveritë nganjëherë nuk kanë pas njëjtën qasje me mua, por duke qenë në institucion si trajner i qeverisë, i mirë, shumë i mirë. Shumë i mirë më duket. Por nuk jam unë ai që mund ta vlerësoj, se nuk është se e njoh shumë nga afër punën e qeverisë. Në marrëdhënie me sportin, neve na ka ndihmuar. Ka dhe një gjë tjetër që duhet na ndihmojë tani, me ligjin e sponsorizimit, po kemi bashkëpunuar për ndërtimet e stadiumeve, për ndryshimin e infrastrukturës. Tani duhet bashkëpunojmë për ndryshimin e infrastrukturës ligjore. Dhe këtë na ka premtuar dhe uroj që do të na e bëjë dhe besoj se do na bëjë. Me sa kryeministra ke bashkëpunuar ti si president i federatës? Raman, Berishën? Fatos Nano, Ali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama. 4. Nëse duhet zgjidhni njërin. Po ti buda lambi mua. Mundi, shiko çam kanë dhënë. Më kanë dhënë informacionin e Shqipërisë. Bosh. Nëse do ishe ti trajner, por jo për të bërë një kombëtare që shkon sot, po kombëtarin më të mirë të gjitha kohrave. Duhet ta mendoj pak gjatë, se jam shumë i sigurt që do gaboj. Pra, portieri më i mirë për gjitha kohrave. Po ta filloj, duhet ta kem këtë përpara që të orientohem pak. Kështu që në port padyshim që do vej Strakoshën. Strakoshën. Babën apo çunin nuk e di, po Strakoshën do ta vej. Në kamën e djathtë Elsin nuk do ta ndryshoja. Okej. Hysaj.
As Berat Gjimshiti nuk mund të ndryshoj. Aktuale. Tani shiko se mbase kemi edhe i qikë përgjithësinë me morën shkurtë se ne kemi pas dhe futbollistë shumë mirë, kështu që do gaboj më mirë ta lej. Pse, jo, nuk do e lejmë, do e bëjmë tash një qip titen edhe hystar. Se këta më duken shumë mirë. Pastaj, me sfushon? Po, jo, është edhe një tjetër që në mbrojtës që mund tjetë, nuk e di, Ajeti, këto që janë. Më pëlqejnë shumë të që janë. Po këtu në kratë majtë, ne kemi futbollistë shumë talentuar, shumë të mirë, që është një nga ato që vërtet ka kontribuar lunë mirë, që është Mario Mitaj, sot. Po kemi pas dhe tjerë shumë të mirë në të njëjtin pozicion. Kemi pas Edvin Murati, që ka qenë një futbollist shumë i mirë. Kemi pas Haxhin në të njëjtin pozicion, që ka qenë shumë i mirë. Po të shkosh i qikë më gjatë, kemi pas edhe Zmianin, është shumë e vështirë që ta bëj këtë 11-qën, po edhe këtu në mesfush prapë kemi shumë aktualisht Aslani, po pavarësisht se me shumë pak në ndeshjen e ekipit kombëtar, po na ka rezultu shumë pozitiv Juli Sheu, që na ka ndihmuar shumë që nga Serbia e mbrapa. Po ka pastaj Ervin Skela, Altin Lala, ka qenë zemra e ekipit kombëtar. Ka futbollist, domethënë është vështirë që të bëj 11 tani, se duhet mendohem gjatë. Iglitare. Është një tjetër... Igli është, le të themi nënç që thonë këtu në futboll, një nga më të mirët që ka pas Shqipëria në këtë pozicion, në një pozicion që është dhe Mana i sot, që shumë i mirë, Bogdani shumë i mirë, Cikaleshi, gjithashtu shumë. Po ka sukses, e mendon Tare ndonjëherë si në një të ardhme që mund të jetë president? Pa dyshim çdo njeri mund ta mendoj të bëj çdo lloj pozicioni, jo vetëm president, me eksperiencën që ka fituar në menaxhimin e futbollit, atje mund ta sjellë në Shqipëri. Qoftë federat, qoftë në klub, qoftë diku tjetër. Është një aktivitet shumë i gjerë Federata e Futbollit. Duket mbase e përsëris, duket vetëm si ai kampionati i kategorisë superiore, por sot Federata e Futbollit organizon rreth 600 ndeshje në javë. Në 600 ndeshje ku aktivizohen rreth 4.000 zyrtar. Po këto nuk menaxhohen thjesht vetëm me gishta, duhet edhe para. Kështu që duhet i prodhosh të para, duhet prodhosh një ekonomi. Federata sot është një institucion solid. Është me baza të shëndosha financiare dhe ka një të ardhmë sigurt. Është një institucion që prodhon dhe kjo unë e konsideroj një nga gjërat më të mira të Federatës së Futbollit. Pra është një institucion i cili mund të vazhdojë pa frikë përballojë çdo lloj sfide në të ardhmen. Meqense se përmend parat, sa të rëndësishme janë ato për ty? Është hipokrizi, e një gjë shpesh, për mua janë të rëndësishme parat, po pastaj masi marrojnë këtë intervistën dalin gjithë duke gjymuar mas parave. A duhen parat thjesht për t'i pasur apo janë domosdoshme për zhvillim? Kjo është tjetër pyetje. Pa ato është e vështirë të kesh zhvillim. Pra, ajo është njësia matëse e vlerës punës tënde. Kështu që ti duhet t'i japësh vlerë punës tënde, duhet ta këmbesh me para dhe ato para t'i kthesh në zhvillim. Kështu që është padyshim rëndësishme. Ti si sipërmarrës i rëndësishëm, cilat do ishin 3 këshilla që do t'i jepje një sipërmarrës të ri, një biznesmeni të ri, një biznesmene të re si puna ime, për shembull sa po kam hyrë në këtë fushë? Po, unë nuk e di nëse duhet të hysh në biznesi. Jo, se këshillon. Nuk e di nëse do kthehesha pas, nëse do bëhesha sipërmarrës apo do ndiqja profesionin tim, ekonomisin, të isha një menaxher i punësuar dhe i paguar nga një tjetër apo një kompani, mbase do zgjidhja këtë dytë. Në biznesi është i vështirë. Të fut në përgjegjësi të mëdha, përgjegjësi për vete, përgjegjësi për ata që ti do aktivizosh biznesin tënd, përgjegjësi për familjen dhe që ta bësh atë të suksesshëm, duhet impenjim jashtëzakonisht i madh. Duhet disiplinë jashtëzakonisht e madhe dhe koreksi. Koreksi. Për mua, domethënë, 2 kryesoret janë përkushtimi dhe korektësia. Punë, domethënë. Aha. Duhet bërë biznes me kredi apo me paratë tua? Unë them me kredi më shumë se sa me paratë tua, po nëse i ke paratë tua një pjesë tyre mund t'i futësh biznes, po jo të gjitha. Asnjëherë jo të gjitha. Jo të gjitha. Nëse ke mundësi, po ky biznesi jon, kjo historia e biznesit ton që është e shkurtër,
të le pak mundësi që ti mos i shfrytëzosh gjithë paratë tua dhe përveç atyre edhe kredi për biznes, sepse ne nuk kemi gjë të trashëguar, kemi filluar gjithë nga zero. S'na lan gjë. Babi, mami. Jo, babi, mami mua më ka lënë shumë, se më ka edukuar, më ka bërë me shkollë, më kanë injektuar që duhet bëhemi mirë në jetë. Po prona? Nuk ishte mundësi, kishte sistemi. Kishte mundësi. Ti do t'ja lësh fëmijëve? Nganjëherë kur mërzitem. Nganjëherë kur mërzitem them që duhet t'ja jap gjithë çka kam ndërtuar, t'ja dhiroj dikujt tjetër, një institucioni fetar apo një gjë tjetër. Po fakt do t'ja lë fëmijën. Ju thua s'keni për të marrë as legas i gjës do t'ju le. Po, rrallë mërzitem deri në këtë shkallë, jo shpesh. Jemi në periudhë festash. Cili do ishte urimi yt fillimisht për të gjithë ata që ndjekin kombëtare, ndjekin aktivitetet e federatës edhe kanë, le të themi, shijuar disa suksese këtë vit edhe kanë qenë edhe pjesë e disa sukseseve, kanë fjalën për ata që luajnë, për ata që kanë dhënë kontributin e tyre gjatë këtij viti. Tani jemi në periudhë festash, jemi në fund viti, kështu që para se t'i uroj duhet t'i falenderoj gjithë ata që kanë bashkëpunuar me ne, me Federatën e Futbollit, gjithë ata që kanë kontribuar për futbollin në Shqipëri, t'i kërkoj falje për ato gjërat që kemi bërë gabim, se padyshim që kemi bërë shumë gabime. Apo për mos realizimin e pritshmërive që ato kanë pas për neve. Por në të njëjtën kohë t'i garantoj që jemi mundu të bëjmë më të mirën. Nëse kemi arrit ta bëjmë më të mirën, nuk e di, nuk besoj se kemi arrit maksimale, por në të njëjtën kohë dua t'i uroj dhe t'i premtoj që do bëjmë më të mirën për vitin e ardhshëm. Uroj që të kalojmë festa sa më të mira, të kalojmë sot darkën e Krishtlindjeve sa më mirë gjithë në familje apo ku do ta bëjnë dhe të presim vitin 2026 me shëndet plot, se kjo është më e rëndësishme, dhe pastaj me sa më shumë suksese dhe me ekipin kombëtar në botëror. Ajo është dëshira që ti do ndizje në qiri. Unë besoj se kjo është dëshira e gjithë shqiptarëve. Dhe urimi më i madh që bëjnë shqiptarët sot është për ekipin kombëtar, sepse në fakt gjëja më e bukur që kemi ne sot është ekipi kombëtar. E uroj me gjithë zemrën dhe të falenderoj shumë që ke ndarë ditën e Krishtlindjeve me ne. Çam ke sjell? Kapat fiks tënde. Shumë faleminderit, shumë bukur. Kjo është për juve. Po se si më duket tani. Është fakt uniforma e re Se si më duket që unë vesh një bluzë me emrin tim, unë gjithmonë i kam emrat e futbollistave. Do vish stadium, do në Arbana. Dhe kjo për Edin do t'ja jap Edit pastaj sa. Edhe Edi pse ka emrin Arbana. Jo, kam emrin e vet Edit. Se ne jemi maskilist, nuk jemi. Shoh. Tash Edi do t'ja japësh ti. Do ja jap unë se është aty te regjia edhe do gëzohet shumë se Edi ka një 17 bluza kombëtare. Besoj ka bluzën e çdo futbollisti, me emrin e çdo futbollistit kombëtare se ka në shtëpi. E para që këtë bluzë nuk e ka. Jo, kjo është e reja, koleksionerise, shikoj. E dyta të dhuruar në një emision kaq mirë sa nuk e ka. E pas keni bërë kështu me relief, ë? Shumë e bukur është. Shumë. Pse i shisni kaq shtrenjtë molla? Ne i dhurojmë, nuk ishte. Ne bëjmë gjithmonë për miqtë tanë jashtë Shqipërisë. Dhe kur është puna për të bërë dhurata, mendojmë që është dhurata ideale për t'ia dhuruar dikujt. Më e mira për të bërë. Nëse do keni kaq shumë volum, do t'ju bëjmë skam. Bëj shaka. Armando, duka faleminderit shumë që ke qenë me ne dhe gëzuar dhe vit të mbarë inshallah Shqipëria botërore. Gëzuar dhe juve dhe të kemi sa më shumë sukses. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.